Asnjëherë mos përdorni uthullmolle nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Ushqimet dhe pijet acidike si uthulla e mollës janë dëshmuar se dëmtojnë mishrat e dhëmbëve, prandaj në qoftë se i keni të ndjeshëm, mos e përdorni. Djegje të fytit. Përbërësi i cili gjendet në uthullën e mollës është acidi më i zakonshëm që shkakton djegje të fytit, dhe Franciska Spritzler ka shkruar se uthulla e mollës dhe acidi acetik zvogëlon apetitin dhe promovon ndjenja të ngopjes, por sidoqoftë në një studim më të hollësishëm u tregua se uthulla e mollës mundet që të shkaktojë probleme me aciditetin në stomak. Sipas ekspertëve, rekomandohet të konsumoni 1 deri në 2 lugë gjelle uthullmolle në ditë, por sigurisht të holluar me ujë, dhe nëse jeni alergjik apo nëse keni probleme shëndetësore, e mira është që të konsultoni me mjekun tuaj.